Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Të nderuar shikuesja, kur I takuam sërish në ciklin e emisioneve Si të sillemi. Sot inshallah do flasim për mysafirin. Pra si të sillim besimtari me mysafirin, çfarë roli ka mysafiri në jetën e besimtarit, si ai duhet ta respektojë atë, çfarë sjellje duhet të ketë ndaj tij, dhe për këtë si gjithmonë neve kemi ftuar hoxhën e nderuar Imamin Ahmed Kalaj. Mirë se erdhe hoxhë i nderuar. Mirë se vjetëm, faleminderit. Atë hoxhë i nderuar, pak a shumë domethënë pse ne e quajmë me fjalën musafir, pra edhe kjo fjalë sikur vjen nga ajo praardhja arabe, dhe çfarë detyrimi ka besimtari ndaj musafirit? Atë mysafir po e nisim le të themi kështu nga terminologjia. Mysafir vjen nga fjala musafir, që është në gjuhën arabe, që nuk kupton udhëtarin. Dhe domethënë me sa duket nga këtu është bërë edhe kalimi, domethënë nëse është marr kuptimi, përderisa miku të vjen në shtëpi, do të thotë që ai ka udhëtuar, qoftë udhëtim gjatë apo udhëtim të shkurtër, për këtë arsye domethënë I duhet kushtuar rëndësi. Mendoj se këtu rreh gjëja. Pra edhe në gjuhë, edhe le të themi në kuptimin etimologjik, nuk kupton diçka me rëndësi. Ndërsa në kontekstin fetar, po të vim në Islam, domethënë të analizojmë pozicionin e mysafirit, do të gjejmë gjëra shumë interesante dhe të bukura. Faktikisht në Islam çdo gjë do të gjesh në çdo detaj do të gjesh gjëra të bukura dhe mrekulli, po edhe këtu domethënë njeriu habitet domethënë se sa bukur Islami e ka trajtuar çështjen e musafirit ose çështjen e mikut. Se më duket sikur po të themi mik është më mirë kur të vjen miku në shtëpi kur I thon. Po mik shqip merr edhe kuptimin e atij që ke raporte le të themi krushqie me të. Pra ka kuptim disi më të ngushtë, ndërsa mysafir është ai I cili të vjen për një kohë të shkurtër, për një drekë apo për një darkë apo për një vizitë kështu me radhë. Dhe ne besoj jemi duke trajtuar këtë kuptim të fjalës mysafir. Atëherë le të vim tek mënyra se si çfarë thot Zoti në Kur'an dhe çfarë thon hadith dhe pejgamberi sa se kur flasim si të sillemi, siç e kemi bërë si mini tradit në emisionin ton, duhet dim njëherë çfarë është thënë, sepse duke ditë se çfarë është thënë, kuptojnë se çfarë rëndësie është dhënë dhe ne nga kjo I japim rëndësi si duhet sillemi. Çështja e fqinjësisë përmendet në Kur'an. Zoti Allahu xhelaluhu përmend në 3 raste. Rastin e parë kur flet për udhëtarin, lejohet që t'i jepet zekati udhëtarit, pra mysafirit. Ai udhëtar mund të jetë I ardhur tek ti, mund të jetë I ardhur tek institucioni jot, mund të jetë emigrant e kështu me radhë, atëherë lejohet që nga zekati, nga ajo që besimtarët japin nga pasuria e tyre vjetore, të jetë një pjesë e ndarë apo e kufizuar për këtë kategori. Rasti I dytë që përmendet në Kur'an është rasti I Ibrahimit alayhis salam dhe nipit të tij Lutit alayhis salam. Rasti I Ibrahimit alayhis salam kur vin me lajket, si më thon si mysafir tek ai. Përpara se të vinë me lajket, tregohet në historinë dhe në jetën e Ibrahimit alayhis salam se ai ka pas një traditë shumë interesante. Asnjëherë nuk hante pa mysafir në shtëpi. Pra, nëse shtronte drekën ose darkën le të themi, dilte kërkonte për ndonjë njeri që të hante me të, aq shumë I kushtonte rëndësi kësaj pjese. Dhe kur erdhën mysafirët në shtëpinë e tij që ishin në rastin e përmendur në Kur'an engjëj, Ibrahimi alayhis salam kur I pa shumë të sjellshëm, kur I pa si besimtar në paraqitjen e tyre sa ashtu paraqiten me lajket në rastin e Ibrahimit alayhis salam, I dhan selam, pra Ibrahimi kuptoi që këta janë njerëz edhe besimtarë, jo vetëm mysafir. Ibrahimi alayhis salam u shkëput thot për një kohë të shkurtër dhe solli një viç të pjekur, një viç të majm të pjekur mirë. Do thonë llogarit çfarë ka ndodhur domethënë, dhe u avuri përpara. Edhe historia dihet, nuk duam të ndalim në detajet e historisë sepse nuk kanë të bëjnë me pjesën tonë. Dhe kemi rastin e dytë, rastin e nipit të tij, pra Lutit alayhis salam, të njëjtët miq mysafir të Ibrahimit vajten edhe tek Luti alayhis salam. Dhe në momentin që populli apo njerëzit nuk u sollën mirë me mysafirët e Lutit, Luti u prek në shpirt, e vuajti në shpirt, saqë nxorri një ofsham që profeti alayhis salam e korrigjoi dhe e qortoi më vonë si shprehje. Tha: ja lejte li bikum quwwa au awi ila ruknin shadid. Si kur të kisha I forcë, të kisha I fuqi, se po I dëmtojshin fqinj, po I dëmtojshin mysafirët.
ose të kisha një mbështetje, Luti alayhis salam në popullin e tij ka qenë i vetëm. S'ka pas fare lidhje me, si më thon, me gjakun apo, domethën shkoi me mision nga Ibrahimi alayhis salam në popullin e tij i vetëm, pas kisha asnjë lidhje. As sikur të kisha një mbështetje, domethën një fis i gjak që se në zakonisht çfarë tha profeti alayhis salam, Zoti e mëshiroft vllajën tim Lutin. Kishte ku të mbështetej Zotin. Po Luti alayhis salam ishte njëri, në një moment dobësie e ke parasysh e tha, kupton? Dhe është normale që njëri që kur ka një fis, kur ka gjak, i dalin mbrojtje, kur ka shoqëri i dalin mbrojtje, dhe është normale, po mirë po jo. Profetët kanë standard tjetër në mënyrë se si le të themi analizohen fjalët e tyre dhe veprat e tyre. Pra kemi rastin e Ibrahimit alayhis salam, kemi rastin e Lutit alayhis salam dhe kemi rastin e si më thënë specializimit të një shumë të caktuar apo të një lloj le të themi pasurie të caktuar e cila jepet për këtë kategori njerëzish, për njerëz të cilët janë rrugtar, për njerëz të udhëtar që mbesin rrugëve etj. Islami, muslimanët duhet të kenë një lloj le të themi përgjegjësie ndaj tyre për të përkujdesur, për të mbajtur afër e kështu me radhë. Vim tek hadithet e profetit alayhis salam. I dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam thotë në një hadith, domethënë e thënë para 15 shekujsh, e thënë në një kohë që gjërat ishin shumë larg, le të themi një solidariteti të tillë, po edhe sot fatkeqësisht tingëllon çuditshëm. Thotë i dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam, thotë mysafiri ka dy momente. Astaghfirullah. Mysafiri thotë ka 3 momente. Momentin e ditës parë, momentin obligativ dhe momentin si më thon, momentin e më të mirë që mund të bësh për mysafirin. Momenti i parë obligativ, thot ditën e parë, pra herën e parë që të vjen, ti obligohesh me më të mirat e mundshme që ke prezent. 3 ditë obligohesh që ta mbajsh në shtëpi normalisht siç jeton vet, dhe mbas 3 ditësh ti nuk e ke më për detyrë. Pra, nëse e mban Zoti shpërbleft, nëse thu vlla, kaq ishin mundësitë e mia, i ke dalë borxhit. Pra, si themi në traditën e hershme, ka qenë kur thoshte i tjetër, a ka bojrum? I thotë i Zotit shtëpisë, hajde, bojrum, mirë se erdhe. Domethënë, atë natë miku jetonte si mbret, më thon, sepse ishte nata e parë. Por në Islam jo një natë, thot 3 net. Nata e parë me 3 netët, nata e parë me më të mirat e mundshme që ka personi, ndërsa netët e tjera siç jeton njeriu zakonisht. Ndërsa mbi 3 net, atëherë ti ke të drejtë në këtë rast që të thosh atij zotnis, o vlla, kaq ishin mundësitë e mia, pra nuk kem më obligim dhe nuk kem më detyrë. E kupton çfarë madhështie, çfarë bukurie dhe sa shumë përpara është kjo fe e mrekullueshme në raport me çfarë mund të arrijë sot bota prej kartave të drejtave të emigrantit etj. Gjëja tjetër e përmendur prap në hadithet e pejgamberit alayhis salam. I dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam tha, cili do që e beson Allahun dhe botën tjetër e nderon mysafirin e tij. Pra prej shenjave të besimit, prej shenjave të pjekurisë që ka njëri që e beson Zotin dhe që e beson botën tjetër është se ai e nderon dhe e respekton mikun e tij, mysafirin kur i vjen në shtëpi. Pra të nderoj, si më thon, të mirëpres, të ketë mikpritje ndaj mysafirit kur i vjen në shtëpi. Pra është pjekuri e besimit, pra tregon sa besimtar je, sa i devotshëm je, tregon sa je i lidhur ti me botën tjetër. Po pse? Sepse në këtë rast, në përgjithësi, kur vjen një mysafir, nuk është se ka ndonjë benefit apo ka ndonjë përfitim. Kështu që ti je duke bërë një akt bamirësie i cili nuk ka, le të themi, në përgjithësi nuk ka kthim tek personi, nuk është se përfiton ai diçka, përkundrazi ka harxime. Atëherë në këtë rast shpërblimi është shumë i madh. Pra ti e bën një gjë të tillë dhe shpërblimin e ke shumë të madh, sepse kur bën mirë edhe shpreson diçka, okay, ama kur bën mirë dhe shpreson asgjë, po e bën për hatër të Zotit, s'ka dyshim se shpërblimi është shumë i madh. Siç ishte rasti, domethënë kur Allahu qeshi me ato 2 pjesëtar të familjes, të cilët i erdhën mysafirë dhe fikën dritat për të respektuar mysafirin dhe nuk hangën vet, por ndërkohë i dhanë mysafirëve që ato të hajnë sepse nuk kishin. Pra ky është një nga shembujt ose nga rastet më të arta që mund të ketë regjistruar ndonjëherë historia e njerëzimit. Është shumë I dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam tha, më kanë ardhur miq sonte, po unë nuk kam me çfarë të pres, po si më thon, po qan hallin me shokët e tij.
asnjëri si ngriti dorën, asnjëri s'ta gjë, domethënë ishin të pamundur për të pritur mysafirin. Njëri tha unë, me që ishte pejgamberi ose në siklet, në vështirësi tha unë o pejgamberi i Zotit. Mirë po, u ngut pak, e tha para kohe. Okej. Dhe kur shkon në shtëpi, thot gruas kam marr mysafirin e pejgamberit alayhis salam, se ky e dinte që nuk kishte punë fort mirë në shtëpi. Mirë tha gruaja, po s'kemi gjë, tha vetëm ushqim, tha ushqimin e djalit kemi. Ushqimin e djalit. Mirë tha ky djalin vërën gjumë, dhe kur bëhet gati që do të shtrohet, tha shtroj gjitha, okay? Kur dhi puna si më thënë pjatave, apo e tasave, tha me padashje fike kandilin edhe vendose vetëm mikut përpara. Funksionoi bukur fort mirë skema, kur erdhi momenti miku hëngri, djali ishte në gjumë, këta fletën pa ushqim, se s'kishte për 3, kur çuan mëngjes pejgamberi sa më tha ka qeshur Zoti me atë që bëhet ju mbrëm. Pra, ishte një akt shumë i veçantë dhe shumë i rrallë, domethënë. Ka dhe gjëra të bukura, për shembull, thot Muadh ibn Xhebeli radhiyallahu anhu, thot një herë thot në luftën e Uhudit, në luftën e Hendekut, thot ushtria po vunte, s'kishin, domethënë lidhshin gur në bark, aq keq ishte situata. Thot i thash gruas time, thot pejgamberi është keq, po vun pejgamberi selam. Të kishin bërë në gjë për pejgamberin alayhis salam. I thot gruaja vet, i thot dëgjoj, thot ne kemi thot i keq të vogël, hajt po e them atë keq edhe po bëjmë diçka, me që pejgamberi sa më shika kaq keq. Dhe mirë, tha gatuhet i bëj gati, kur të jetë gati më thuaj që shkoj të njoftoj pejgamberin alayhis salam. Edhe i shkon, e ke parasysh kështu në vesh ai thot o pejgamberi i Zotit, thot kemi bërë diçka ke shtëpia, i thot, po ti merr një 2-3 veta dhe hajde. Pejgamberi sa më tha, mirë tha, po ti tha shko përpara, po thuj tha gruas që mos ta hapi, mos ta çeli, pra siç është mbuluar, mos ta preki, ashtu mos e hap. Tha, o vlezër, gjithë kokët nga pejgamberi sa më, tha, na ka ftuar tha për drek sot, vllai juaj tha. Ati gati se si rat fiks. Iku tek shtëpia me vrap, tha gruta na azuri bela, tha pse? Pejgamberi tha alayhis salam ftoi gjithë njerëzit. Tha ajo si gjithë njerëzit? Po tha. Futet pejgamberi sa i pari, thot le të futen 10 parët dhe pejgamberi sa me dorën e tij të bekuar jepte shpërndante 10 parët. U ngopët po, futen 10 dytët, mbaruan gjithë, 10 fundit mbaruan dhe ata, pastaj hëngër pejgamberi sa dhe hëngrën anëtarët e familjes dhe e mbuloi sërish pejgamberi alayhis salam, pa nuk e kishte zbuluar, gjithmonë vepronte pa zbuluar dhe tha kemi ngrënë derisa e zbulum, kur e zbulum mbaroi dhe ajo që ishte dhe iku. Pra, që një lloj mrekullie, pra që mrekullie, shtimi i ushqimit te profetit ka qenë një lloj mrekullie. Kjo ka ndodhur dhe herë të tjera, madje i ka ndodhur kjo gjë edhe Ebu Bekrit si keramet. Ka ndodhur një ngjarje e ngjashme, s'kishte njëri që i merrte njerëzit, Ebu Bekri e dinte që kishte diçka në shtëpi, po s'kishte shumë, domethënë, edhe ai vepron, ju kujtua ngjarje dhe veproi të njëjtën gjë dhe kështu funksionoi dhe Ebu Bekrit si keramet. Pra, kemi 2 gjëra këtu, domethënë puna e respektimit, e nderimit mysafirit, duke i dhënë nga mundësitë që ne kemi, por edhe domethënë nëse kjo ndonjëherë mund të përkthehet edhe një vështirësi për personin. Pse? Sepse Zoti madh aty në atë moment vështirësie lëshon mirësinë e tij dhe bekimin e tij. Megjithatë, hoxhë, neve kemi pas zakon, për shembull, në shtëpitë e besimtarëve musliman, shkruhej, shtëpia i takon të Zotit, pra të shtëpisë, por edhe mikut. Po njëkohësisht, domethënë ajo që më kujtua është në luftën e Kosovës, domethënë kur shtëpitë e shqiptarëve u hapën për vëllezërit e tyre të Kosovës dhe i strehuan dhe i pritën si miq, domethënë sepse është e gdhendur pak a shumë ke populli shqiptar kjo kodiku i bujarisë dhe i pritjes së mysafirit. Apo domethënë ajo që ka ndodhur faktikisht ka qenë një obligim, pra ne nuk është se ne kemi bërë diçka, si më thënë, më shumë se sa obligimin ndaj tyre dhe ndjehemi shumë mirë që familjet tona ose prindërit tanë këtu në Shqipëri, domethënë kanë bërë obligimin e vllazërisë, sepse këtu është gjak, këtu jemi njëti gjak, jemi vëllezër, ne jemi shqiptarë të gjithë, pavarësisht se
dushmani na ka ndarë në dy shtete, po faktikisht ne jemi një gjak, jemi një popull. Unë gjithmonë them nuk ka shqiptar dhe kosovar, ne jemi shqiptar të gjithë. Ne jemi shqiptar të Tiranës, të Durrësit, të Prizrenit, të Tetovës, të Bujanocit, ne jemi shqiptar të gjithë. Dhe ajo që kanë bërë shqiptarët e Shqipërisë, pavarësisht se është akt, domethënë sublim, është bravo i qoftë, domethënë, por në fund fare kanë bërë një obligim ndaj vëllezërve të tyre. Por është një shembull i mirë. La shukra ala wajib, pra nuk ka falenderohet njeriu kur ka bërë një obligim, po me të vërtetë ka qenë diçka e bukur dhe është një kulturë dhe një traditë që duhet ta ruajmë. Shqyr Zotit, domethënë ka bojrum, o i Zoti i shtëpisë, dhe i thot ai mirë se erdhe bojrum. Ka akoma domethënë, por është një traditë që faktikisht me modernizmin, me ecjen dhe zhvillimin e shoqërisë fillojnë humbin gjërat, sepse edhe qetësia dhe siguria dhe nuk e thrasim më shokun në shtëpi, po e thrasim lokal. Domethënë janë ftohur gjërat dhe janë larguar gjërat. Po faktikisht kjo gjëja për cilën ne po flasim ka bukurinë e vet. Domethënë tradita shqiptare ka pas një dhomë që është dhoma e miqve. Unë e mbaj mend për shembull, ka qenë dhoma e miqve dhe aty ishin edhe shtresat ku miq domethënë në fund fare flinin aty, nuk ikshim. Kur shkoshim për shembull ke dajat, ke tezët, tek xhajat që ishin pak më larg për shembull, atë natë flinim aty, pavarësisht se mund të ishim në një fshat, po ata ishin larg, shumë larg për shembull, nuk ktheheshim më atë natë, flinim aty dhe të nesërmen vinin poshtë. Po kështu dhe odat e burrave ose odat e pleqjve, domethënë kanë origjinën nga mikpritja ndaj mysafirit, pa nga respekti që i duhet bërë mysafirit. Pa shqiptarët jo vetëm që e respektonin mysafirin, po domethënë edhe e sejdisnin atë, duke marrë dhe njerëz të tjerë, duke formuar një odë burrash, një dhomë pleq, edhe ku vendohej, merreshin vendime, uleshin, kishte një rregull, mënyra se si uleshin, kush ulen kryet venit, si duhet rishin fëmijët, ku duhet uleshin fëmijët, deri në çfarë moshe u lejohej që të futej brenda, domethënë ka qenë diçka e bukur e mrekullueshme që disa zona akoma e ruajnë edhe sot e kësaj dite, po në shumicën e rasteve domethënë ka filluar të zbehet sepse nuk po ka më as burra le të themi kështu që të ruajnë këto tradita, po edhe modernizmi ka bërë të vetën. Po të nderuar, pra ne tham fjala musafir vjen nga rrënja fjala sefra, ai i cili udhton nga një vend në një vend tjetër. Ndërkohë në Islam a ka ky një dispozitë të veçuar mysafiri për shembull në momentin që ai udhton, pra a ka ndonjë lehtësim në çështjet e namazeve ose të agjërimit? Normalisht ai udhtari me kuptimin e udhëtimit ka një status të veçantë, ka rregulla të veçanta, ndërkohë që në rastin e mysafiri mund të jetë udhëtar, po edhe mund të mos jetë udhëtar. Pra nuk ka lidhje me atë që ne themi statusi i udhëtarit në Islam. Pra për shembull ti shkove mysafir tek një shoku yt, kjo nuk do të thotë që ty të lejohet të shkurtosh namazin apo të bashkosh namazin sepse je mysafir. S'ka lidhje me atë që quhet musafir, pra me kuptimin e udhëtarit në Islam, dhe normalisht që kjo me shpresën e Zotit do të ketë një temë veçantë që është si cillemi në udhëtim apo me udhëtimin se si duhet ta trajtojmë atë. E rëndësishme është që ne të kuptojmë që mysafirin duhet ta nderojmë, mysafirin duhet ta respektojmë. E rëndësishme është që ne duhet t'i japim rëndësi mysafirit, pra udhëtarit që na vjen në shtëpi, duhet ta respektojmë, duhet ta nderojmë, jo thjesht domethënë që ta përcjellim një llaf të mirë apo ta përcjellim, jo, duhet bëjmë atë që është më e mira e mundshme që duhet bëjmë për të. O të nderuar, Ibrahimi alayhis salam u quajt Khalilullah, pra i dashmi i Zotit për shkak se ai domethënë kishte një gradë të lartë te Zoti, por ndërkohësisht e respektonte shumë mysafirët. A ka ndonjë lloj përcaktimi se kur ne konsiderojmë se i kemi bërë detyrimin ose respektin ose bujarinë ose fisnikërinë ndaj mysafirit? Atëherë ka le të themi një kufi minimal që quhet që ti ja ke dhënë hakun mysafirit. Kur ti, domethënë, i ofron atij ngrohtësinë, nuk shfaq asnjë lloj ngushtësie për ardhjen e tij, dhe kur ti i paraqet i ofron atij më të mirë në mundshme në ditën e parë që ai prezanton. Po ka një gjë shumë interesante në Islam që është edhe kjo e bukur shumë. Thotë i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam ka ndaluar që njeriu ta ngarkojë veten për shkak të mysafirit.
Pra nuk lejohet që njeriu për shembull të hyj borxh apo të ngarkoj veten apo të stresoj veten më shumë se sa çfarë ka. Megjithëse ne shqiptarët e bëjmë të, domethënë ka mysafiri, dim ca gjëra ta nderojmë. Jo, që njeriu të blejë diçka nuk ka problem. El kulfe mbi ngarkesa është ndaluar. Pse? Sepse domethënë siç thon ajo proverba thotë el xhud min el mawjud. Mirësia vjen nga mirësitë që janë. Pra njeriu nuk ka pse për shembull pse ta egzagjeroj, po themi, sepse nëse bëhet diçka brenda normalitetit nuk ka asnjë problem. Se normalisht un kam mundësi për shembull që më që më ka ardhur mysafiri sot të therr një dele. I kam mundësi dhe nuk përbën asnjë lloj ngarkese për mua. Absolutisht nuk ka asnjë lloj problemi që un bëj diçka plus më të mirë etj, sepse është brenda mundësive. Ajo që ka ndaluar Islami është që njeriu ta ngarkoj veten e tij, pra ta mbi ngarkoj veten e tij për shkak të mysafirit. Kjo nuk është e mirë në Islam. Pse? Sepse, domethënë, ky është një akt bamirësie, po ky akt bamirësie nuk duhet të çojë në ngarkesa, në borxhe dhe në siklete për zotin e shtëpisë. Se në fund fare ti po bën një akt bamirësie, përse duhet të kalosh vetë, domethënë, në ngarkesa apo në detyrimin të tretëve, ndërkohë që nuk është. Pra, nëse unë shfaq kënaqësi kur më vjen mysafiri, nuk paraqes shenja ngërkesë ose mërzitje. Në momentin që unë ja bëj respektin, domethënë, në të ushqyer, në të ngrënë dhe në të pirë dhe i ofroj ku ai mund të qetësohet dhe mund të flejë nëse janë kushtet, unë me këtë kam mbaruar atë që quhet minimumi ose pragu i detyrimit tim si i zot shtëpie ndaj këtij mysafiri që më ka ardhur në derën time. Nëse unë shtoj më shumë etj, kjo është më mirë. Ajo që unë duhet të kushtoj rëndësi është shumë interesante. Fakti që mysafiri ka nevojë për ngrohtësi më shumë se sa ka nevojë për të ngrënë dhe për të pirë. Pra, ne duhet t'i ofrojmë mysafirit ngrohtësinë, pusqeshjen, mirësjelljen, siç thot populli, si më thon, bukë kripe zemër e bardhë. Domethënë nuk ka lidhje tani se çfarë hongri, se çfarë piu, ndërkohë që fytyra është e ngrysur, vetullat janë të ngjitura. Se merr dhe shtëpi, ç'është kjo? Kupton? Thua aty që më mirë, si thon, mos kisha ngrënë asgjë, të shihja buzëqeshje e çelje fytyrës se sa të lloj sjellje, pra kjo është shumë e rëndësishme. Megjithëse shqiptarët kanë qenë më përpara ndoshta po e konsideroj më të varfër në kuptim material, po ato ishin më bujar. Kurse sot edhe pse kanë kushte më të mira, ju kanë shtrënguar shpirtat. Ndoshta nga jeta e postmodernizmit ndodh kjo. E vërtet, po mos harrojmë se jeta jon më përpara ose e prindërve tan ka qenë e lidhur me fenë dhe me besimin. Pra nuk është atributi i komunizmit kjo gjë, se nganjëherë ne flasim me superlativa për kohën komuniste, që kanë qenë njerëz më të afër, kanë qenë njerëz më të dashur, kanë qenë kanë qenë shumë afër fesë dhe kanë ruajtur akoma traditat. Kurse ne jemi shumë afër komunizmit dhe jemi bërë kështu si këmbë të dhis sot. S'na bën mendja kush hyn, kush del etj. Allahu ta shpëlbeft të nderuar, të nderuar të shikues, shkëpujmë për pak minuta dhe ritakohemi në pjesën e dytë të emisionit tonë. Të nderuar të shikuesja, kur i takuam në pjesën e dytë të emisionit tonë, jemi me Hoxhën e nderuar Imamin Ahmet Kalaj. Hoxhën e nderuar, po flisim në lidhje me mysafirin. Neve shqiptarët pak a shumë e kemi pas traditë, domethënë ta respektojmë mysafirin dhe të jemi bujar ndaj mysafirit. Po ndërkohë kemi pas një lloj rregulli që në momentin që dikush pra hante bukën e dikujt, ai konsiderohet në besë. A është kjo dhe në Islam? Për këtë arsye Ibrahimi alayhis salam u ndje keq. Fa aujese minhum khifa u tremb, sepse një që nuk të hanë bukën, do të thotë se domethënë u prish një lloj le të themi sigurie, ka diçka që nuk shkon, sepse kur i han bukën tjetrit, je në besën e tij dhe edhe ai është domethënë në besën tënde, si më thon. Për këtë arsye kemi atë shprehje në Shqipëri që thotë i hëngri bukën i ktheu kupën. Pra, edhe i hëngri bukën dhe e preu në besë. Pra, besa në këtë rast është nga të dyja krahët, si ai që ofron duhet të jetë miku në besën e tij, pa nuk mund ta presi mikun në besë, po edhe e kundërta, miku nuk mund ta presi në besë të zotin e shtëpisë, pra me kuptimin me i bërë atij në një kurth apo me harruk të mirë. Pra janë të dy në besën e njëri tjetrit dhe quhet një lloj le të themi besatim i heshtur, i pa deklaruar. Kështu që
Në këtë kontekst ose në këtë kuptim, domethënë, ne duhet të jemi burim sigurie për mysafirët që na vinë në shtëpi, por edhe ata do të jenë burim, le të themi, burim mirësie kur largohen nga shtëpia tonë, sepse mund të ndodhi që kur dikush shkon musafir tek dikush, shohë diçka, shohë një skem, shohë diçka që se ka menduar, kjo nuk do të thotë që ai këtë duhet ta përhapi, duhet të njoftojë njerëzit, duhet të tregojë njerëzit, fund fare tjetër të ka hap derën, ai të ka prit, okay, kishte kushtet jo të mira, kishte problematika, ndodhi një zë nga ty e ku dëgjon etj, por kjo nuk do të thotë gjë. Çfarë problemi ka? Domethënë ai ty të ka hap derën, ai ka bërë aktin më të mirë të mundshëm ndaj njeriu që i shkoi në shtëpi. Ti tani i merr këto muhabete ose le të themi të meta që pete tek shtëpia e tij dhe i prap tek tjetër, kjo nuk është as pak normale, domethënë. Kjo nuk është as burrnore, as normale, as fetare, sepse nëse le të themi hapja e metave në Islam është gabim, të hapësh metat ndaj njeriu i cili është mikprit si yt, në gabimi është shumë edhe më i madh. Po që nduar pak a shumë, domethënë në shtëpi mund të vi kushdo mysafir, mund të vi një njeri largët ose njeri domethënë i afërt. Por a ka disa kushte personi i cili vjen mysafir që të futet në shtëpi, pra morali i tij, feja e tij ose një kusht tjetër? Normalisht, domethënë ne detyrimin ndaj mysafirëve ose miqve që na vinë në shtëpi e kemi të gëshetuar me besimin edhe marrëdhënien e gjakut, që do të thotë, në momentin që i kemi, domethënë, gjak, jemi të obliguar të trajtojmë në formën më të mirë. Në momentin që janë besimtar, domethënë kemi obligim plus, dhe në momentin që janë të tjerë, kemi vetëm obligimin e mikpritjes. Ardhja e njerëzve ose mysafirët janë dy kategori. Ata që mund t'i zgjedhim ne, pra kemi mundësi t'i zgjedhim. Këtu hyn në fuqia e ditës e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, wala yakul ta'amaka illa taqi. Mundohu që kush futet në shtëpinë tënde të jetë njëri i ndershëm, njëri besnik, njëri që nuk nxjerr llafe, njëri që është i fisëm, pra i devotshëm. Dhe kemi rastin kur nuk është në dorën tonë. Siç ndodh për shembull, siç ka pas ndodhur, më thotë, a ka bojrëm, ti nuk e zgjedh dot nganjëherë mikun, të vjen ose vjen një person që ti e njeh po ka marrë dikë tjetër me vete. Atëherë në këtë rast nuk është në zgjedhjen tënde, në këtë rast domethënë normalisht që do të paraqitesh formën më të mirë dhe mënyrën më të mirë të mundshme për të prit mikun, si më thënë. O gjendëruar, pak a shumë domethënë mund të ndodhi në kushtet që jemi sot të realitetit, dikush mund të ketë mundësi ose ka shtëpinë e madhe për të pritur një besimtar, por dikush tjetër nuk ka mundësi. A konsiderohet domethënë pritje e fisshme e mikut kur ai e pret në një restoran ose në një hotel, ja paguan ai hotelin ose diçka e tillë? Ka një parim që është shumë i rëndësishëm, rehatia e mysafirit. Pra nganjëherë mysafiri mund të ndihet më mirë në hotel sesa të ngushtojë njerëzit e shtëpisë. Për shembull, le të themi. Pra origjina është shtëpia. Ju thatë që s'janë mundësit, s'janë kushtet shtëpiat e vogla, po ka edhe të kundërtën, që janë kushtet, janë mundësit, po janë zemrat e vogla. Pra shtëpiat e mëdha pa njerëz, ndërkohë që s'presin as mysafir. Pra është një shtëpi 3 kaçe, ka vetëm 2 pleq aty, as mysafir nuk presin, edhe duke prit vdekjen derisa të vi vdekja, atë kjo është normale. Po kur nuk janë kushtet dhe mundësit, atëherë i referohemi traditës. Është normale që kur nuk janë kushtet dhe mundësit ose shërbimi më i mirë mysafirit i bëhet diku tjetër, jo në shtëpi, mund të bëhet, por origjina, ne nuk do të harrojmë origjinën. Origjina është në shtëpi. Origjina është ta presë në shtëpi. S'ka problem me kushte, pa kushte, me mundësi, pa mundësi, i lehtëson Zoti gjërat dhe Zoti lçon bereqet. Unë do të jap një rast nga jeta e pejgamberit alayhis salam. Pejgamberi sa nuk është se ka pas në një shtëpi të madhe, ka pas dhomë za. Dhe le të themi, kur shtrihej për zgjati, për të fletë gjumë, kishte edhe një vend që shtrihej njëri për zgjëri. Nuk ka qenë diçka. Megjithatë mbushej vazhdimisht. Dhe aq shumë ka qenë, se ne folëm për Ibrahimin alayhis salam, po pejgamberi alayhis salam, aq shumë ka qenë mikpritës pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, saqë Zoti i Madh në Kur'an qortoi njerëzit se rrishin shumë në shtëpinë e pejgamberit alayhis salam. Dhe aty i vinte zor të thoshte çoni se s'kemi më kohë. Zoti i qortoi në Kur'an. Kur të mbaroni punë, mbasi të ushqehuni,
masi të ushqeheni, largohuni nga shtëpia e profetit, çohuni, ikni nga shtëpia e profetit. Pra me kuptim pra është edhe kjo pjesa tjetër, ke vajt mysafir, në momentin që le të themi mbarove punë, ushqeve, mbaroi, nuk ka nevojë që ta zgjasësh dhe të zgjasësh. Ai tjetër ka fëmijë, ka gru, ka jetën, ka punën, domethënë si thot populli, mos u bëj pilaf në shtëpinë tjetër, pa me kuptimin mbaro punë, ik largohu. Përveç rastit kur ti je udhëtar, kur ti s'ke ku trish, kjo është çështje tjetër, sepse edhe ai i bën llogarit vet. Pra, duhen marrë në konsiderat gjitha. Për këtë arsye i referohemi te traditës, por unë nuk heq dorë nga pjesa që ne kemi atë pjesën e shtëpisë. Pritja në shtëpi nuk duhet iki. Pa nuk duhet mjaftohemi me restorantet, nuk duhet mjaftohemi me hotelet. Jo, ajo është një moment tjetër dhe një rast tjetër dhe një situatë tjetër, por nuk duhet të jetë, si më thon, primare. Primare është shtëpia, hapet derën për njerëzit, sepse edhe mirësia dhe bekimi i Zotit kur vinë njerëzit në shtëpi. Domethënë kur të hynë tjerë në shtëpi, kur japin selam, kur përshëndesin, vinë fëmijët dhe i përshëndesin, takojnë miq, takojnë njerëzit. Pra, hyn kjo ajeti dhe të mirat e Zotit tregoj. Pra, hyn ky lloj ajeti dhe mikpritja mund të jetë, domethënë edhe pjesë e këtij ajeti, po. Kështu që domethënë mos të ikim le të themi këtyre bazikeve duke marrë këto lehtësimet, duke thënë jo po se kushtet kanë ndryshuar, jo, ne duhet t'i kthehemi origjinës. Origjina është që miku vjen në shtëpi, miku takohet, miku përqafohet, miku respektohet, miku t'i jepet një dhuratë. Kjo është ajo që ne duhet të kthejmë. Okej, rastet veçanta, situatat veçanta, kohët veçanta, mund të jetë një numër i madh njerëzish etj. Kjo është temë, le të themi, e dytë ose le të themi kjo është përjashtim. Origjina është kjo që ne folëm për të deri tani. Po miku, o gjendëruar, a ka dhe i detyrime, për shembull, a duhet ta lajmëroj, si duhet sillet, përveç se mikpritja që thamë neve për zotin e shtëpisë. Po miku, a ka detyrime ose ka diçka? Përveç detyrimit që ne thamë që çfarë ka të mirë tek shtëpia e mikpritësit ta përcjelli dhe çfarë shet diçka që nuk është e mirë ose e met, nuk duhet ta përcjelli. Për sa i përket njoftimit varet nga kushtet dhe mundësitë, sepse më e mira do të ishte që të ketë një njoftim më herët, që edhe njerëzit përgatiten gjitha, po nëse nuk është mundësia, nuk është problem kjo pjesë, pra nuk duhet kthehet në problem. Erdhi pa njoftuar ky dhe se hap derën fare, kjo është normale, pastaj s'ka lidhje. Por më e mira do të ishte të kishte një njoftim më përpara që njerëzit të përgatiten, njerëzit të rregullohen. Nëse pejgamberi sa më tha mos u kthe në shtëpi kur i ke mundësitë dhe kushtet pa njoftuar, që është vetë i Zotit shtëpisë, domethënë, që shtëpia, gruaja të bëhen gati etj, që ti je në fund fare në shtëpinë tënde, e jo më njëri i cili vjen nga larg, i cili ka nevojë për një përkujdesim të veçantë. Më e mira do të ishte që të kishte një njoftim të mëhershëm. O që duar pak a shumë më përpara kanë qenë hanet, ato të cilët prisin udhëtarët. Ndërkohë në kohën e sotshme a e mendon ose a shikon të arsyeshme që muslimanët e xhamive ose imamet e xhamive të përqendrohen dhe të bëjnë një vend posaçërisht për mikpritjen e miqve, të cilët dikush nuk ka mundësi, ose ato mund të thrasin xhamatin siç bëri profeti alayhis salam, që të i presin këto miq, por mund të ketë një dhomë ose mund të ketë diçka të posaçme për mikpritjen e miqve, që vijnë nga jashtë. Kjo do ishte gjëja shumë e bukur dhe fantastike, por imamët njerë janë pa shtëpia vet. Të bëjmë njerë imamët me shtëpia dhe të mendojmë ne si popull që të bëjmë imamët me shtëpia, pastaj si xhamatet mendojmë për mysafirët dhe për miqtë që do të na vinë. Allahu ta shpëlbeft të nderuar. Amin, edhe ty Zoti shpëlbeft. Të nderuar të shikuesi, ishim me Hoxhën Ahmet Kalaja, folëm për mysafirin, mikpritjen e tij. Normalisht populli shqiptar është popull bujar dhe kodikat e islamit janë të përcaktuara dhe janë të futur brenda në genin e tij. Le të vazhdojmë këtë lloj tradite. Ritakohemi sërish në emisionin e ardhshëm. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.